Përshëndetje miq, sot dua të ndaj një reflektim pasi përpara disa kohësh bisedova me një shokun tim i cili ka emigruar përpara pak kohësh jashtë vendit të Shqipërisë dhe gjatë bisedës kur e pyeta se si funksiononte për të marrë një apartament me qira aty ku ai kishte emigruar, më tha që po haste shumë vështirësi pasi aty po i kërkonin si fillim e para e punës një historik të pagesave, po kërkonin një referencë nga vendi i punësimit ku ishte dhe një referencë gjithashtu nga një qiradhënës i mëpërparshëm dhe ai po haste vështirësi pasi asnjë nga këto nuk e kishte pasi ishte për herë të parë. Ndërkohë këtu në Shqipëri, po e them këtë reflektim pasi gjatë kohës kur bisedoj me klientët, si fillim e para e punës njëherë ndjejmë një rezistencë dhe një irritim për mënyrën e pagesës, pra kryesisht këtu në Shqipëri në rastet e apartamenteve me qira pronarët kaq që kërkojnë me 2 pagesa parapagim, por shumicat janë me 3 muaj parapagim. Dhe ndërkohë, në momentin kur ne i pyesim për disa informacione të përgjithshme si sa persona do jetojnë, apo marrëdhënia e punës, apo për çfarë periudhe jeni duke e kërkuar, shpesh dhe në të shumtën e rasteve ndjejmë një lloj bezdisjeje, ndjejmë një lloj irritimi, ndonjëherë dhe nervozizëm dhe ndonjëherë domethënë mundet edhe mos ta kthejmë përgjigje. Tani unë e kuptoj vërtet që 3 muaj parapagim është shumë dhe do ishte e mira që të bëj me 2 muaj parapagim një treg standard domethënë, por të paktën mendoj se do duhet na kuptonit në rastet kur neve pyesim për disa informacione të paktën bazike si sa persona do jetojnë, cila është marrëdhënia e punës që keni, për çfarë periudhe juve kërkoni për ta marrë apartamentin me qira. Nuk e di nëse ndonjë nga kolegët e tjerë a e kanë gjithashtu një shqetësim të tillë për ne si agjenci imobiliare.